armatime është duke marrë vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse nga Evropa nuk po merr armatime, po merr vetëm mjete. Kush po merr armatime nga Amerika? Ukraina. Vazhdon e merr? Nga Amerika po. Armatimet që janë të gjitha ato që janë miratuar nga presidenca Biden. Nuk u bllokuan ato? Jo, nuk u bllokuar, janë liruar dhe po i merr ato. Se dinim të shejtë Amerikën. Është duke marrë ato. Armatime. Kurse nga Evropa nuk po merr armatime, po merr vetëm mjete. Në Evropa nuk ka armatime për këtë, po jep mjete. Pra mjete po jep auto blinda, po jep tanke, po jep Gjermania ka vendosur të japi 2-3 radar, po jo raketa, sepse nuk kanë më raketa, pra nuk kanë opsione të tilla. Po këto Taurus që do jepen? Këto Taurus nuk janë dhënë akoma, këto janë akoma në këto kërcënimet, pra do i japin për këtë, ai tjetri thot po mi dhe unë do të sulmoj ty dhe vazhdojnë kjo loja diplomatike e kërcënimeve, pra është tipike. Secili do të nxjerrin ndonjë gjë nga kjo, pra përfitojnë nxjerrin nga njëri tjetri. Kurse për sa i përket, pra predhat e artillerisë kanë arritur të gjejnë një sasi të madhe predhat artillerie pas rënies së regjimit në Siri. Po i merr Ukraina këto? Absolutisht, po i merr Ukraina. Janë predha artillerie të prodhimit rus, pra për mjetet lindore, pra ato që ka për topat e prodhimit rus. Dhe në para rënies së Asadit 120 mm apo dhe më shumë? 150. 152 kanë ata. Pra, përpara rënies së Asadit ishte niveli i predhave që përdorte, pra ishte 1/20. Tashmë po thuaj se Izraeli pse po i shkatërrua këto Izraeli nuk po shkatërron depozitat e armëve për të mos i marrë Ukraina? Izraeli po shkatërron depozita armësh, raketa dhe gjërat që mund të përdoren kundër Izraelit. Nga ushtria predhat e artillerisë nuk mund të përdoren nga jo nga ushtria, por nuk mund të përdoren as nga grupe të caktuara, pra që Izraeli mendon se mund ta sulmojnë. Nuk mund të jenë atë distancë. Duhet diku këto predha artillerie kanë 36 km, maksimumi 40 km distancën rrezë, kështu që duhet të jetë shumë afër dhe është e pamundur të përdorur.